Keidi Bare u bashkua para një javë me grupin në skuadrën e tij Saragossa, duke krijuar idenë se lëndimi në pulp kishte kaluar, por nga raportimet e fundit që vijnë nga Spanja, mesueshori shqiptar është rritur i diferencuar dhe nuk ishte gati për ekipin e tij këtë fundjavë, ndërsa nuk dihet nëse do të jetë në dispozicion të trajnerit për takimin e radhës. Bare u dëmtua përpara grumbullimit të kombëtarës dhe deri tani ka munguar në 5 ndeshje me Real Saragossën. Ndërkohë, Mario Mita i po vjen me rikuperimin nga ndërhyrja që kriju përpara pak kohësh. Mbrojtësi majt mungoi në ndeshjet kualifikuese të botrorit kundër Liste Andorrës sepse kishte një problem me pupalgjin, të cilin e kaloi me sukses pas operacionit që bëri. Ndërsa është duke vijuar planin e rikthimit, Mita i synon që të jetë gati për një nga përballjet më të forta në kampionatin arab, ato mes Al Ittihadit dhe Al Nassr të Cristiano Ronaldos, takim që do të zhvillohet më datën 7 maj. Deri atëherë, mediat pranë klubit shkruajnë se Mita i ka shumë shanse që të jetë gati. Forma e mbrojtësit është shumë e rëndësishme edhe për Silvinion, sepse në qershor luhet me Serbinë dhe Letoninë.